Pra, do ta kishe problem ti të ishe për shembull në një marrëdhënie me një instruktor palestra. Një trajner personal për shembull. Do ta kishe problem? Do ishe ndër profesionet që ti nuk do ta zgjidhje? Do kishte më shumë për ta pasur radhë? Unë vetë jam belly dancer, unë nuk kam paragjykim për asnjë punë, plus është një punë që duhet të kesh shumë disiplinë. Tani, si thot Remili që as nuk e mendon ta tradhtoj edhe as nuk e ka tradhtuar kur, këto burrat më duket se janë shumë të rrallë. Se vetëm për ta menduar, unë besoj se buri mund ta mendoj. Tani përgjigjo vetë, mirë, dhe pastaj të kalojmë te Thuaj të vërtetën. Unë mendoj që një njeri që ka zgjedhjen në jetë, si një mashkull, si një femër, edhe ka bërë zgjedhjen me një partner që ka në krah, nuk mendoj që e tradhton. Ato që nuk kanë zgjedhje mundohen që të krijojnë zgjedhje. E shikon, të bindi më duket se të bëri një të parë, domethënë, të hodhi një shikim që të bindi, kam përshtypjen Gjini. I besoj. I besoj. Ja besoj gjitha. E burg. Ore, ne shpresojmë që në fund të këtij emisioni të besojni. Le të ngelemi me shpresën, shpresa vdes e fundit. Ndërkohë, Ana, vazhdoj me këto rastet e tua, se do doja shumë të dëgjoja rastet të tjera prej teje. Po, raste ndoshta për shembull që të njëjtës histori që unë po e pyesja pak të dy në studio, dhe Remilin dhe Gjinin. Pra, a i falni njëri tjetrit, a ka vazhduar marrëdhënie, se Remili e theksoi pak më herët që ndoshta periudha e prindërve tanë nuk mendonin kurse si për një, ose mendonin nëse ishte bërë too much, pra ishte egzageruar, por mendonin për ta rikuperuar marrëdhënien. Ta rregullonin si marrëdhënie. Njësoj si ka qenë arnimi atë periudhë, domethënë, mundohen ta rregullonin. Ndërkohë sot është momenti që ndodh është e stopuar, nuk e fal kush, ose pastaj mund të mendosh për çështje kompromisi, e bëjnë të dy palët të njëjtën gjë. Ndodh? Shiko, një ndër pyetje më të shpeshta që unë marr është që jam e tradhtuar çfarë të bëj. Por unë mendoj që ndonjëherë njëri partner mund ta çojë partnerin tjetër deri në tradhtim në mënyrë të pavullnetshme dhe të pavetdijshme, mungesa e kohës, e vëmendjes, angazhimet në punë, mungesa e lidhjes emocionale, mungesa e interesit mbi ndjenjat dhe emocionet e partnerit apo partneres dhe ndodh. Qëllimi është të kuptojmë pse ndodh. Unë personalisht nëse do të tradhtohesha, do doja dhe do preferoja vërtet të kuptoja pse po ndodh, sepse mund të jem dhe unë do ta gjej tek vetja jote, pra. Partnerim ka shkuar. Jo domosdoshmërisht tek vetja ime, por tek faktorët e përgjithshëm, sepse jo gjithmonë është fajtor ai që tradhton. Ka shumë faktorë të jashtëm dhe të brendshëm. Dhe personalisht gjithmonë sugjeroj analizën. Nëse tradhtia ka ndodhur sepse është patologjike, atëherë sigurisht duhet t'i japim fund. Por nëse tradhtia ka ndodhur nga mbi ngarkesa emocionale, fizike, psikologjike, e të tjerë, dhe çifti nuk kanë punuar me njëri tjetrin mbi gjitha këto, atëherë është më mirë të punojmë mbi një rrugë të mesme. Pse? Sepse ne mund të ndryshojmë partner, por askush nuk na siguron që nuk do të tradhtohemi sërish. Më falë se të dëgjova që po thoje që kur ka një arsye me gjithë këto detaje që ti the, mund ta justifikosh si tradhti. Unë nuk mendoj që tradhtia justifikohet në asnjë lloj rasti, edhe nëse ti je i dobët mendërisht ose nuk ke atë përkujdesin nga partneri siç e ke pasur më përpara, se prandaj tradhtohet, se ndryshon marrëdhënia, edhe kur ndryshon marrëdhënia ti shikon që nuk ke më afrimitetin ose komunikimin siç ke pasur më përpara. Po unë nuk mendoj që duhet tradhtohet kjo pjesë. Në momentin që ti nuk e ke më këtë gjë, ti ja thua partnerit edhe ti ndahesh aty, nuk ke pse e zgjat atë si marrëdhënie. Po jo të gjithë kanë aftësinë e komunikimit, aftësinë e shprehjes, për faktor nga më të ndryshëm. Fëmijët, mentaliteti, dhe le të jemi sinqertë, në mentalitetin shqiptar një grua nuk mund ulet dhe ti thot burrit hapur, shiko ti punon shumë dhe unë dua marrëdhënie seksuale çdo natë, se Jo, por ajo mund t'i thotë që shiko, se unë kam arritur në një stat të jetës time, ose në një mendim që mendoj që lidhja jonë nuk funksionon edhe duhet ndahemi.